Jam në këtë konferencë bashkë me Ministrin Andin Hoti, Ministrit nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërimtare, dhe më lejoni që të filloj i pari me lejen e Andinit. Java e kalume për shëndetësinë solli disa lajme të mira, duke filluar nga rasti i parë i konfirmuar i shtatzanis me procedurën e frytnimit të asistuar mjekësor në klinikën tonë të ginekologjisë, një hap i vogël, por një ndërmarrje e madhe disa vjeçare tashmë nga Ministria e Shëndetësisë, e sidomos nga profesionistët shëndetësor në klinikën e ginekologjisë, dhe tani më në fund ky shërbim përveç që ka filluar të jepet më herët për çiftet dhe gratë tona, kemi një rast të konfirmuar që është një lajm i mirë për të gjithë qytetarët, të cilët për shumë vite me radhë kanë shpenzuar mijëra euro në këto procedura jashtë institucioneve publike. Po ashtu patëm rastin të shohim se një investim të jashtëzakonshëm në institutet paraklinike, duke filluar nga Instituti Patologjisë, gjë që do të dërgojnë një nivel tjetër të diagnostikimit sa i përket procedurave histopatologjike, sidomos procedurat e diagnostikimit sa i përket target terapisë në pjesën onkologjike, që do ndihmoj shumë në shërimin e pacientëve nga kanceri, po në anën tjetër do të kursej shumë edhe për buxhetin e shtetit, edhe për buxhetin e qytetarëve në raport me terapinë, sepse tani do të kemi mundësi pas një kohe të shkurtër të bëjmë edhe analiza të tilla molekulare duke bërë target terapi në mënyrë që secili bari që ka ndikim në smundjet caktuara të jepet dhe mos të shkohet me barna të cilat nuk kanë ndikim. Po ashtu një lajm tjetër i mirë ishte se pas disa viteve sfidave, të lasheve ligjore dhe logjistike, të lasheve teknike, ndërtimore e çka jo tjetër, pas të kalimit të gjithë kësaj situate, u nënshkrua kontrata për spitalin e Ferizajt, dhe brenda 30 muajsh qytetarët e Ferizajt do bëhen me spitalin e shumë pritur tashmë, një spital modern me gjitha kushtet në vlerë prej 24 milion euro, një spital i cili do t'i ofroj të gjithë banorëve të atij regioni, po përfshirë edhe komunat për rreth, siç janë Kaçaniku, Hani e Lezit dhe jo vetëm, trajtime, shërbime shumë cilësore, ndoshta edhe më cilësore kur të përfundoj në vend në Republikën e Kosovës. Dhe po ashtu, sot siç ishit dëshmitar, kishëm edhe dy vendime të rëndësishme që u morën në qeverinë e Republikës Kosovës me kërkesë nga Ministria e Shëndetësisë, njëri për financimin e 55 specializantëve të cilët vinë nga kategoria me vetfinancim, dhe tjetri për 37 specializantët nga trevat siç janë Lugina e Preshevës, nga Malizi, nga Maqedonia e Veriut dhe nga Shqipëria, specializantë të cilët tashmë kemi dëshmuar si qeveri se trajtohen njësoj sikur kolegët e tyre në Republikën e Kosovës, dhe një hap tjetër po ashtu i rëndësishëm, sepse me këtë përveç që ndihmohet në aspektin financiar këtyre specializantëve, ju ndihmohet që të kenë fokus më të mirë në shkollimin e tyre specialistik, në edukimin e tyre të vazhdueshëm profesional, në mënyrë që qytetarët nga viset ku këta kolegë tanë vinë, të kenë mundësi në të ardhmen të marrin shërbime cilësore për të gjitha patologjit, dhe kjo natyrisht është një lajm i mirë, pasi që në shumë raste kur kemi biseduar me bashkëdhetarët tonë atje, me bashkombasit tonë atje, një nga shqetësimet kryesore ka qenë ofrimi i shërbimeve shëndetësore të mira dhe korrekte. Kështu që besoj shumë që këto lajme të mira shumë shpejt do të vazhdojnë
shëndetësi, janë edhe shumë shërbime që për herë të parë kanë filluar dhe në javët e në muajt në vazhdim edhe shumë shërbime tjera të cilat po ngrisin shëndetësinë kosovare në nivelet të tilla që krahasohet edhe me shëndetësi tjera moderne. Të nderuar gazetar, ju kisha kërku vëmendje ndoshta edhe për 5 minuta se prita një pyetje, po pasi nuk u erdhi sfida, mendoj që është e nevojshme dhe para ju media të nderuara, sidomos para qytetarëve dhe para qytetarëve të Ferizajt, të sqarojmë disa pika në raport me spitalin e Ferizajt. Arsyeja është e thjeshtë sepse gjatë pas nënshkrimit të kësaj kontrate ka marrë me dhjetra, në mos me qindra mesazhe, ku një pjesë e madhe qytetarëve nuk janë të njoftuar sa duhet për procesin e spitalit të Ferizajt dhe pse nuk është bërë më herët ky spital. Më lejoni t'ju njoftoj qytetarë nderuar se ky projekt ka filluar diku në vitin 2015-2016. Projekti filluar mbrapsht dhe ka vazhduar mbrapsht. Për të filluar në fakt hapja e procedurave të prokurimit pa analiza dhe pa asgjë fare prap mbrapsht. Për të filluar ndërtimi në vitin 2018-19 prap mbrapsht dhe kur kemi ardhur në vitin 2021, një nga sfidat kryesore, po në anën tjetër, një nga pjesë ku jemi përkushtuar si Ministri e Shëndetësisë e kësaj qeverie, ka qenë spitali i Ferizajt. Dhe gjatë kësaj kohe janë bërë me dhjetra, në mos them me qindra, takime, me qindra dokumente, me qindra konsultime në raport me këtë projekt. Dhe për shkak se e kemi pas e kompania që ka pas tenderin e fituar në punimet e saj, as për safërmi nuk i ka plotësuar kushtet e ndërtimit, ka mbaruar një pjesë të ndërtimit të vrasht ku ka marrë një shumë të konsiderueshme të hollave dhe ka kërkuar që kjo shumë të rritet në pafundësi sipas tyre, njerë duke kërkuar 1 milion, pastaj 5 milion, dhe pas verifikimit të gjitha fakteve, ne si Ministri e Shëndetësisë në atë botë në vitin 2021 e kemi dërguar lëndën në prokurori që sistemi i drejtësisë ta jep verdiktin e vet në raport me këtë projekt shumë të rëndësishëm për qytetarët e Ferizajt. Dhe nuk kemi pas asnjë përgjigje në këtë drejtim, në ndërkohë Ministria e Shëndetësisë ka iniciuar një projekt bashkë me Fakultetin e Arkitekturës dhe Ndërtimtarisë për të bërë një verifikim të gjithë ndërtimit i cili ka ndodhur në vitin 2018 dhe 2019. Dhe ashtu siç jemi friksuar, por kemi shpresuar se nuk është ashtu, ky raport ka evidentuar një sër probleme serioze, përfshirë devijime në strukturë, probleme në pllakat e meskateve, mangësi të mëdha në hidroizolim dhe drenazhim, siç e dini ka qenë më shumë i mbushur me ujë ajo ndërtesë sa që ka qenë pa ujë, edhe në stinët kur s'ka pas rreshje, si dhe problemet me ujërat e paraqitura si thash në podrum, kjo si pasojë e ndryshimit të lokacionit nga atëherë vendimarrësit, të cilët pa asnjë analizë kanë bërë këtë ndryshim të lokacionit dhe nuk janë para pa se me ndryshimin e lokacionit kërkohet edhe analiza të tjera në vendin ku duhet të ndërtohet. Dhe pas ndërprerjes kësaj kontrate nga ana jon, nga Ministria e Shëndetësisë, saj qeverie, me operatorin ekonomik, Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore, siç thash edhe pa dinë ndaj këtij operatorit. Por edhe operatori e ka padit Ministrinë e Shëndetësisë pse ne kemi bërë këtë ndërprerje. Dhe kjo lëndë pastaj ka shkuar përveç masës së pezullimit edhe në një seri vonesash përmes organit shqyrtues të prokurimit dhe para pak ditësh më në fund, organi shqyrtues i prokurimit i ka dhënë të drejtë Ministrisë së Shëndetësisë për të vazhduar këtë projekt, në cilin Ministria e Shëndetësisë
i ka marrë të gjitha rekomandimet e ekspertëve për ta përforcuar statikën, sepse në raportin që e përmenda më herët, ai raport tregon që nuk garantohet statika e objektit dhe vetëm paramendoni qytetarë të nderuar të kishën vazhduar me ndërtimin e një spitali kaq të rëndësishëm për Ferizajin dhe sistemin tonë shëndetësor, pa u garantuar statika dhe çfarë dëmesh e çfarë tragjedish kishin mujt të ndodhin. Pas të kalimit të gjitha këtyre pengesave dhe një pune të jashtëzakonshme edhe të zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, asaj kohe për gjë i falenderoj, ky projekt u nënshkrua, 30 muaj është afati i realizimit, do të ketë një mbikëqyrje të rrept në afatet, po edhe në cilësinë e punëve për dallim nga ajo që është bërë më herët, dhe shfrytëzoj rastin edhe një herë që përkundër të gjitha këtyre sfidave, të gjithë qytetarët e Ferizajit t'i uroj për fillimin e këtij projekti jashtëzakonisht të rëndësishëm për ta dhe qytetarët e Republikës. Faleminderit shumë.